Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos po qëndron sot në Kosovë me që rast është takuar me krerë shtetëror. Ajo fillimisht u prit në takim nga ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albulena Agjiu në vizitën e saj të parë në Kosovë që nga marrja e detyrës në vitin 2024. Më pas në orën 10:45 Marta Kos u takua edhe me kryeministin e detyrë Albin Kurti, pas të cilit do të mbahet konferencë përbashkët për media. Vizita e sotme realizohet 3 javë para zgjedhjeve të reja në Kosovë më 7 qershor dhe vjen pas anulimit të një vizite të planifikuar më 12 mars, e cila u shtyp për shkak të zhvillimeve politike të asaj periudhe. Agjenda e saj nuk parashën ndonjë vizitë në vende tjera të rajonit para ose pas qëndrimit në Prishtinë. Një person ka mbetur i plagosur mbrëmjen e së enjtes në Prishtinë. Sipas raportit 24 orësh të policisë, rasti u iniciua si vrasje rënë tentativë. Policia njofton se të dyshuarit ndodhen në Rati, ndërkaq që viktima është dërguar për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime, njofton policia. Në këtë gjendje përfundoi të njëjtën zëvendësministri në detyrë financave Hysni Mehani. Madje kryetarit e degës së vetëvendosjes në Skënderaj ju desh edhe të hospitalizohet. Krejt kjo si shkak i plagëve të marra nga një sulm mesditën e së njëjtës. E gjithë ngjarja ndodhi në një lokal në qendër të Skënderajt. Sipas Mehanit, sulmi erdhi nga vetë kryetari i komunës së Skënderajt, Sami Lushtaku. Të dashur miq, jam sulmuar nga Sami Lushtaku dhe banda e tij. Telefonin personal më kanë marrë, lus policin, të mbroj familjen time dhe ftoj familjarët për përmbajtje. E kështu thanë edhe ish deputetët e vetëvendosjes, të cilët erdhën në spitalin Mitrovicës për të parë nga afër gjendjen e tij. Pa asnjë lloj komunikimi paraprak me zotin Lushtaku, ai u afrua dhe sulmoi zëvendësministrin Mehani. Fillimisht me telefon, pastaj me dorë, pastaj edhe me gotë, siç keni pas mundësinë me pa edhe dëmin të cilin e ka në fytyrën e tij, kur sekretari i qendrës tonë Bar Izabeli tentoi me ndërhy për me qetësu situatën, me ndo pak mos me vazhdu ajo përplasja fizike, ai u sulmu edhe nga disa persona të tjerë. Por tjetër verzion ka i pari Skënderajt, Sami Lushtaku. Ky e mohoi se vetë goditi Mehanin, por thot se gjithë situata erdhi pasi u provokua nga ai. Pushteti i Albin Kurtit përmes mekanizmave të tij tentoi që sot të më sulmoj në Skënderaj. E kam një jetë në shërbim të vendit, kurse etiketat si Sami Serbia, qytetarët nuk i tolerojnë më, prandaj edhe reaguan. Por këtë po e mohojnë ata që në momentin e sulmit ishin në tavolinë me Hysni Mehanin. Ne kemi qenë duke bisedu për një çështje, pra po them që s'ka lidhje fare as me Skënderajin, as me çështjen për cilën apo flasim, as fare nuk është përmend emri i tij, ne kemi qenë duke fol për një çështje të punës. E nga spitali Mitrovicës thanë se Mehani duhet ta kalojë natën në mbikëqyrjen mjekësore. Çka i ka pasur më serioze në fytyrë, po për shkak të një marrëmendjeje që ka, një vështirësie në të ecur që e ka pasur, mund të vijnë prej këtyre simptomave, që ne normalisht i përcjellim kur janë pas traumave. Gjatë ditës në vendin ku ndodhi ngjarja, ndoli edhe prokurorja e rastit Ajtene Zoni. Ndryshe, Hysni Mehani është edhe kandidat për deputet nga radhë e televizjes vetëvendosje për zgjedhjet e 7 qershorit. Qeveria në detyrë ka miratuar një stër vendimesh në mbledhjen e parë fizike pas shkuarjes së vendit në zgjedhje. Mirëpundon se mbledhja other për çështje të tjera vëmendje morë incidentin në Skënderaj. Qeveria e Republikës Kosovës e dënon këtë sulm qyqar e të papranueshëm që shpërfaq mendësinë banditeske. Veprimet e tilla nuk na trembin e nuk na shtyen të tërhiqemi nga gara politike në asnjë qytet. Në fjalimin e tij, Kurti u rikthye edhe çështjes së dështimit të zgjedhjes së presidentit. Opozita zgjodhi ta përdor quorumin për zgjedhjen e presidentit si armë për të na prerë mandatin që qytetarët na e dhanë me 51.1% të votave para vetëm 4 muajve gjysmë.
por ne nuk do të ndalemi, kemi vazhduar me punët e mira në përmbushje të zotimeve tona. E në mbledhje, qeveria ndohë 50.000 euro për rikonstruktimin e xhamisë së Ibrit. Kjo xhami ka vlerë të veçantë për komunitetin lokal dhe përfaqëson një simbol të bashkëjetesës, kujtesës dhe trashëgimisë së qytetit të Mitrovicës. Gjithashtu, miratua përditësimi i listës shtetërore për mallra ushtarake, u vendos për shpërndësimin e disa pronave, si dhe u emërua bordi korporatës së ruajtjes së energjisë. Në mbledhje, Kurti foli dhe për bllokimin e mjeteve të ndara për shqiptarët në luginën e Preshevës. Me pamundësimin e transferimit të mjeteve të ndara nga Qeveria e Republikës Kosovës, fqinji ynë verior me sjellje abnormale po i lë rreth 3650 nxënës pa libra falas, më shumë se 750 student pa bursa, më shumë se 950 bujq pa mbështetje, sikurse edhe shkolla, organizata, media dhe mijëra qytetarë në mesin e tyre rreth 90 fëmijë jetim. Për këtë çështje, ai tha se ka informuar edhe shefin e politikës së jashtme dhe sigurisë së BE-s Kaja Kallasi dhe bëri thirrje për reagim nga bashkësia ndërkombëtare. Përgjigje ndaj akuzave të Osmanit për takimet prapadyerve të mbyllura me Vučićin nuk pati. Pavarësisht insistimit të gazetarëve, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk e tha asnjë fjalë rreth deklaratës së bashkëpunëtores së tij të dikurshme. Deklarimin kundër Kurtit, Osmani e bëri në një tubim me qytetarët në një nga lagjet e Prishtinës. Mirë po këto deklaratat e Osmanit po i kritikon profesori Mazlum Baraliu, i cili thot se ish presidentja do të duhej të fliste për këto tema sa ishte në krye të shtetit. Nëse ka pas diçka aty të dyshimt në relacionet mes tyre ose në veprimet e njerit apo tjetrit, këtë rast të kryeministit, siç thot ajo, siç pretendon, është dash me kohë dhe gjatë gjithë kohës mandatit saj dhe jo tani kur i duhet për fushata politike. E këto sulme, sipas Baraliut, më shumë ndikojnë në vetë reputacionin e kandidatës për presidente nga LDK-ja. Është diçka që tregon për mos konsekuencën e saj dhe që mendoj unë në mënyrë degraduese ndikon në reputacionin e saj, pra në rënien e reputacionit të saj dhe në humbjen e besueshmërisë. Jo të duhur akuzën që Osmani ja bëri Kurtit për takimet në Bruksel, po i sheh edhe njohësi çështjeve politike Afrim Kasolli. Qka, si kur Vjosa Osmanit ishte vazhduar mandati i dytë presidencial nga lëvizja vetëvendosje, qytetarët e Kosovës do të kishin mbetur përsëri, po e them tash metaforikisht, në terr informativ sa i përket këtyre takimeve të dëmshme për të ardhmen e Kosovës që ka ndodhur ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe presidentit Aleksandar Vučić. Prandaj ai pret që LDK-ja të distancohet nga këto qëndrime të Osmanit. Lidhja Demokratike e Kosovës po të ishte një parti serioze në atë siç deklaron dhe siç vazhdimisht insiston, Vjosa Osmani do shkarkohej si barë se listën nëse është e mundur kjo, nëse është e mundur proceduralisht, dhe e njëjta do të marginalizohej si prise e fushatës sepse ka fshehur interesa, ka fshehur takime që i kanë cënuar interesat kombëtare vetëm për hir të mbijetesës në pushtet. Vjosa Osmani ditë më parë madje kishte akuzuar Kurtin se ai ka përmendur mundësinë që për kampin amerikan në Ferizaj, Bond Still, të kërkohet pagesë qiraje. Rrugën po e bën nga sheshi kryesori i kryeqytetit. Por ndalesa e tij është disa metra larg. Rakmi Mustafi nga lugina e Preshevës synim e ka kuvendin e Kosovës. Në zgjedhjet e 7 qershorit, ai është kandidat për deputet nga lëvizja vetëvendosje. Më herët në këtë institucion nuk ka pasur përfaqësues nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja. Për Mustafin, kjo rrugë po bëhet më shumë që të jetë zëri qytetarëve që janë nga 3 komunat shqiptare. Lugina e Preshevës dhe Kosova nuk janë dy bota të ndryshme. Lugina e Preshevës dhe Kosova nuk janë dy histori të ndryshme, është po e njëjta histori. Angazhimi do të jetë akomodimi në shqiptarët e luginës Preshevës që janë tashmë në Kosovë, e që të krijohet hapësirë për mundësi të barabarta për gjithë ata, dhe njëkohësisht të gjithë shqiptarëve që janë duke jetuar në Preshevë, Bujanoc dhe Medveq, të krijojmë hapësirë që të mbesin aty përmes mbështetjes qeverisë Republikës së Kosovës, si për student, bursa, kvota. Ai madje thotë se ka marrë përkrahje nga qytetarët për të arritur këtë synim.
përfundimisht ka ardhur koha që edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës të jetë një zë aktiv, i drejt për drejt dhe autentik i shqiptarëve të Preshevës, Bjanosit dhe Medvegjës. Ka ardhur shumë urime, shumë urata, shumë mbështetje, gjithandej nga shqiptarët që janë të Preshevës, Bjanosit dhe Medvegjës, sepse ashtu ku na rrajnë zemrat bashk të Luginës edhe të Kosovës, ashtu do ta shkrim kufinit me mbështetje, si në sport, si në art, si në kulturë, do ta shkrim këtë edhe me dashninë e madhe. Ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar ka një thirrje për të gjithë bashkëvendasit e tij që jetojnë në Kosovë. Sigurisht që kanë të drejtë vote një numër i konsiderueshëm sa i përket këtu në Prishtinë, sa i përket në Fushë Kosovë, në Gjilan e Kamenicë dhe gjithandej nëpër Kosovë. Unë besoj që gjithë ata do të votojnë për ato që konsiderojnë që janë të rëndësishme për ta. Para Mustafit edhe disa kandidatë të tjerë nga Lugina e Preshevës garuan për deputet në Kuvendin e Kosovës. Mirpo asnjëri nga ta nuk ja doli që të sigurojë një ulse. Megjithatë, në darkën e përbashkët, udhëheqësi kinez bëri thirrje që SBA-ja dhe Kina të punojnë së bashku si partner e jo si rival. Ne besojmë se marrëdhëniet Kinë-SBA janë marrëdhëniet më të rëndësishme bilaterale në botë. Duhet të mos i prishim kurrë, si Kina ashtu dhe SBA-ja kanë gjasa të fitojnë nga bashkëpunimi dhe të humbasin nga konfrontimi, prandaj duhet të jenë partner dhe jo rival. Ndërsa presidenti i SBA-s Donald Trump vlerësoi bisedimet e mëparshme midis dy kombeve si jashtëzakonisht pozitive. Faleminderit president për këtë pritje të mrekullueshme, është ndjerë për mua të juftoj juve dhe zonjën Peng për të na vizituar në shtëpinë e bardhë me 24 shtator. Tani do të doja të ngrej një dulli për lidhjet e pasura dhe të qëndrueshme midis popullit amerikan dhe atij kinez, është një marrëdhënie shumë e veçantë. Shtëpia e bardhë më parë tha se tregtia, nafta dhe Irani ishin ndër temat e diskutuara gjatë takimit të dy udhëheqësve. SBA-ja e quajti atë një takim shumë produktiv, ndërsa Trump e quajti samitin më të madh ndonjëherë, teksa premtoi një të ardhme fantastike së bashku. Megjithatë, nuk u njoftua as një marrëveshje tregtare dhe as ndonjë marrëveshje biznesi mes të dyja vendeve. 王毅引力等参加上述活动。